hynë për konsultim ndryshimet në kodin penal. Në ndryshimet në kodin penal, ku fillon nga zënia e tokës, pra çfarëdo lloj zënie toke, publike apo private, pa pasur një titull ligjor që do të thotë leje, për çfarëdo lloj qëllimi, banim, shfrytëzim të çfarëdoshëm, do dënohet me burg. Edhe për parking, e zë tokën, bën një parking të palishëm, do shkosh në burg. Pastaj janë nenet e tjera për përsëritjen apo bashkëpunimin, apo kur kjo sjell pasojë që rritet masa e dënimit. Masat e dënimit do të jenë përfundimtare kur të shpallet drafti, kështu që nuk po i citoj. Ndërsa kur këto sulme bëhen në zonat mbrojtura, bëhen në parqe natyrore, cënojnë objekte trashëgimisë kulturore, objekte kulti, monumentet kulturës apo infrastrukturën kritike, atëherë burgimi është goxha më i gjatë. Dhe kur një vepër e kësaj natyre kryhet nga persona që paguhet nga shteti, në çfarëdo lloj pozicioni qofshin, dhe sidomos kur konstatohet symbyllje dhe bashkëpunim nga ata që duhet t'i ruajnë këto territore, atëherë dënimi është edhe më i gjatë. Dhe ka një sër nenesh që lidhen pikërisht me personat që punojnë për shtetin.